kalon në një rrezik komercializmi total në funksionimin e kësaj agjencie. Do vendosen tarifa të reja, çmime të reja për licenca, për provime, se do mbjetoj, keni përcaktuar dhe buxhet 210 milion euro me vetë financim. Ku do gjinden këto lek? Do i merren njerëzve, do i merren maturantëve, do i merren atyre që japin provimin e gjuhës huaj, ata që futen për licenca, sepse nuk është një agjenci që financohet nga buxheti i shtetit. Financohet dhe nga buxheti i shtetit. Financohet nga buxheti i shtetit dhe nga të ardhurat dytësore. Pra, themi të vërtetat, siç është dhe sot. Projektligji nuk përputhet me standardet e BE-s. Në 6 fusha kritike, Dhe ndërkohë je në konflikt të hapur të interesit. Dhe pas këtij parashtrimi, nëse nuk e kuptoni konfliktin e interesit, sipas ligjit, është çështja juaj, nuk thash personale, është edhe konflikti i interesit institucional, është shumë i qartë ligji shqiptar. Nuk mundesh të bësh gjithë këto gjëra, vizita dhe ata të jenë pastaj pjesë e këtij menaxhimi. Mundem, zoti Boçi? Dhe fjalën ja kaloj zotit Baçi për relatimin e projektit. Po e përcakton rregulloria gjithë procedurën. Zoti Boçi. Edhe një herë, ky është vendimi im, zoti Baçi, fjala për ju. Po s'ka, nuk ta jep zoti Baçi fjalën, e ka mund fjalën. Jo. Ke fjalën, ke momentin, nuk bëra akuz. Parashtrova, edhe një herë tjetër. Më vjen keq që ju çdo gjë e konsideroni akuz. Jo, ka një gjë. J'accuse e diti se kush është. Unë nuk bëra një parashtrim akuze, unë bëra një parashtrim logjik të një konflikti në pozitën e kryetarit komisionit që është i shqetësuar për një projekt ligj që bie në kundërshtim me standardet e BE-s. Dhe nuk bëra, po jam i shqetësuar dhe unë do të dëgjoj dhe një herë. Zonja Kushi, bëni rolin e nënkryetares, jo të sufleres, kludem, jo të sufleres. Moderator jam, po moderator jam unë. Jo, fare, fjala është për zotin Baçi, e përcakton rregulloria, pas përfundimit e ka atëre, jo, përgjigja jote është si një tren. Jo, e di si është përgjigja jote, si tren me 2 lokomotiva që s'ka një drejtim.